njerëzit që kanë godinat me qera aty dhe nuk kanë pranuar që të ndërpresin bizneset e tyre, që t'i hapet rrugë ndërtimit të pallateve, atëherë është vendosur, siç ka ndodhur në shumë raste të tjera, është vendosur një zjarr i qëllimshëm për t'i hapur rrugë projektit. Mund t'ma konfirmosh, të lutem, me zotrinj që janë pronar biznesesh? U ka ardhur dikush për t'i kërkuar lirimin e bizneseve? Po, do mundohem të kem edhe zotrinj në fjalë. Në fakt, ju ka ardhur kush për të kërkuar largimin nga këtu për shkak se do ketë një plan për projekt? Ju ka ardhur ndonjëri? Se di unë. Për pallat, për situatë? Nuk jam pjesë. Po njerëzit nuk kanë marrë dieni? Se di, nuk e di. Në fakt, disa prej tyre janë, duhet kuptuar situata. Beti, si shikon këto pamje të drejt për drejta, çdo gjë po shëmbët tashmë në Kapanon. Janë futur 4 persona brenda, në fakt nuk e di nëse janë zjarfikës apo janë qytetarë. Shikoni, kanë pamundur. Është në fakt një tragjedi kjo, se çfarë po ndodh, të futen 4 persona brenda një Kapanoni dhe po janë forca zjarfikëse të cilët po bëjnë thirrje. Si shikohet në këto pamje, janë qytetarët të cilët tashmë sapo kanë dalë nga Kapanoni, të cilët kanë parë materialet e tyre. Sigurisht është marrëzi që me atë zjarr, me atë intensitet, me ato masa flakësh të hyjë policia duhet të ndalojë urgjentisht futjen e njerëzve brenda ambienteve ku ka rënë zjarri. Beti është e pamundur sepse janë mjaft qytetarë të cilët janë të agituar, të tensionuar, të irrituar. Në qoftë se ato 5 recka që kanë lënë aty brenda magazinave u vlen më shumë se jeta, atëherë nuk e di, por policia nuk duhet i lejojë në asnjë mënyrë, duhet të vendosë një kordon për të mos lejuar hyrjen brenda të njerëzve, të pronarëve të bizneseve apo të kushdo qoftë që kërkon të shpëtojë diçka nga zjarri.